Gjatë rrugtimit të tyre në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Miri dhe Rogerti u përfshin në disa nga përplasjet më të forta të këtij edicioni duke krijuar përshtypjen se raporti mes tyre ishte prishur përfundimisht. Megjithatë, situata jashtë shtëpisë ka rezultuar krejt ndryshe. Në festën e organizimit pas përfundimit të spektaklit, dy ish-banorët janë shfaqur të afërt dhe pa asnjë shenjë tensioni të mëparshëm mes tyre. Në një video që po cirkullon në rrjetet sociale, ata shihen duke qeshur dhe duke u përqafuar, duke treguar një atmosferë të qetë dhe miqësore mes tyre. Pamjet janë shoqëruar dhe me një koment të drejtë për drejtë ndaj skeptikëve. Për të gjithë ata që thanë s'do flasin kur të dalin, ju puthim shumë. Ky moment ka lënë të kuptohet se debatet e forta brenda shtëpisë kanë qenë pjesë e lojës, ndërsa jashtë saj dysha ka zgjedhur të ruajë një marrëdhënie më të qetë dhe sportive. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Rogerti doli i fundit në 400 finaliste, ndërsa Miri doli vetëm në vendin e dytë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.